Gjirokastra mirëpriti sot festivalin rajonal të kompanive të nxënësve. 220 të rinj nga 18 shkolla e qytete, kryesisht nga jugu i Shqipërisë, prezantuan në hyrje të pazarit karakteristikë 44 kompani të krijuara nga vetë ata, pas një pune disa mujore. Produktet ishin nga më të larmishmit, që nga ato me materiale të riciklueshme e deri tek aplikacione që zgjidhin probleme dhe nevojat e jetës së përditshme. Vi nga gjimnazi Mahir Domi, nga qyteti Elbasanit. Kompania jonë është një ndërmarrje sociale mbi kafshët e pastrehuara kryesisht dhe kafshët shtëpiake, duke i sjellë atyre ndihmë dhe produkte dhe po ashtu kujdes. Ne synojmë që ndërgjegjësojmë të rinjt në mënyrë që të kujdesen për këto kafshë dhe të mos i lëndojnë apo të mos i braktisin ato. Do kemi një klinik të vogël veterinare, do kemi një mini bar dhe po ashtu do shesim dhe produkte duke i ofruar shërbim këtyre kafshëve dhe duke i vaksinuar ato në mënyrë që të adoptohen nga të tjerët. Edhe e gjithë kjo ideja lind sipas nga ne vetë, duke ndërmarrë këtë përsipër dhe duke qenë vullnetar të kësaj ndërmarrje sociale. Ne jemi kompania Azart, që përfaqësojmë gjimnazin Asim Zeneli. Jemi nxënëse të gjitha të vitit të tretë dhe kemi punuar me disa produkte. Kemi bërë punime me argjil, piktura dhe gjithashtu kemi ardhur dhe me një shërbim. Shërbimi ynë është që ne kemi sjell flet palosi, e cila tregon atraksionet e Gjirokastrës. Në të ne kemi të përfshirë atraksione turistike të qytetit dhe bashkë gjitur, kemi edhe një kod QR në të cilë është website që e ka krijuar shkolla jonë dhe është i aksesueshëm nga të gjithë. Ky website ka të veçantë sepse është dhe në gjuhën shqipe dhe në anglisht dhe ndihmon edhe turistët vendas dhe ata të huaj. Vim nga shkolla Kristal Capo Berat dhe sot kemi sjell një arush me rroba të fëmijëve të vegjël. Pra kemi krijuar në një formë arushi. Kemi vendosur edhe një QR kod dhe kur e skanon del një mesazh i bukur për fëmijët. Pra, këto janë arusha të bërë nga rrobat e fëmijëve? Po. Pra të riciklueshme? Po, të riciklueshme. Nga shkolla Arjaniti nga Elbasani, ne kemi zgjedhur si projekt pastrimin e ajrit, që do të thotë kemi me mikrobit kemi krijuar një pajisje e cila kontrollon dioksidin e karbonit në ambiente të mbyllura. Nëse dioksidi i karbonit është i lartë në ambiente të mbyllura, sinjalizohet dhe pastrohet ambiente. E morëm shkas nga rasti që doli në Itali që vdiqën një familje duke qenë nga rrjedhja e gazit dhe këto sensor që ne kemi bërë gati janë për të parandaluar gjithë vdekjet e pamenduara që mund të kenë njerëzit. Ne jemi nga Erseka, shkolla Petronini Luarasi. E veçanta tonë është se ky produkt nuk ekziston në treg dhe nuk ka diçka të tillë që është krijuar më përpara dhe neve duam që të inspirojmë persona që merren me sport që një problem i tyre është nuk kanë atë energjinë e nevojshme për pajisjet e tyre elektrike ose power bank-ën mbarojnë shpejt, por nëse ky power bank lidhet me faktin e tyre që ecin, domethënë, është si dinamoja e biçikletës. Në momentin që ti je biçikletës, ajo e ndez atë dritën. Edhe kjo është e njëjta gjë, kur ti ecën, presioni që këmba ushtron mbi aklete dhe në aklete është instaluar power banku, ajo krijon një sasi të caktuar xhauli. Vi nga Elbasani, nga shkolla Daskal Todri dhe ne jemi grupi Azizanës. Kemi si qëllim krijimin e produkteve kozmetike anhidër nga bimët medicinale shqiptare, të cilat janë të bazuar në certifikimin Atru dhe Rich dhe që kanë si qëllim rritjen e elasticitetit të lëkurës dhe tonifikimin e saj. Sa produkte keni? Atëherë për momentin kemi 4 produkte konkretisht, i cili është face balmi, kemi më pas gjithashtu face serum, lip balmi dhe face yoga oil, të cilat kanë secila benefitet e tyre të ndryshme për lëkurën. Ju i keni prodhuar deri tani këto, dhe do të vazhdoni si keni në plan? Ky ishte thjesht hapi i parë, krijimi 4 produkteve dhe kemi si qëllim që ndoshta në të ardhmen të krijojmë akoma dhe më shumë produkte. Panairi synon të promovoj kompanitë e nxënësve, pjesë e programit Junior Achievement of Albania, duke krijuar atyre mundësinë të prezantojnë dhe shesin produktet apo idetë e tyre sipërmarrëse përballë komunitetit lokal, bizneseve dhe mediave lokale. Gjithashtu, ky aktivitet ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin mbi mundësitë që nismat sipërmarrëse u krijojnë të rinjve në drejtim të zhvillimit personal dhe punësimit të tyre të ardhshëm.
Është një modul I cili nuk ka nota, nuk ka teste dhe testi më I madh është puna në grup, krijimi I një produkti, mbajtja e të dhënave financiare, shitje, humbje, fitim që nga shitja e aksioneve fillestare. Pra këta bëjnë një biznes në miniaturë që në vitin e 2 dhe të 3 të gjimnazit. Është një modul që ashtu si Junior Achievement është bërë I mundur në Shqipëri fal investimit strategjik të Fondacionit Shqiptar Amerikan për zhvillim në fushën e edukimit që prej vitit 2013 dhe punon me nxënësit dhe mësuesit e shkollave të mesme midis shumë elementeve të tjerë për edukimin sipërmarrës, gatishmërinë për punë dhe edukimin financiar, vlerën e paras, vlerën e tregut dhe vlerën e tyre në këtë treg që po ndryshon. Me shumë kënaqësi shoh që vit pas viti inovacioni rritet dhe ata janë shumë me besim në vetvete për produktin që ofrojnë. Dhe të mendosh janë nga mosha 16 deri në 18 vite dhe si për vit, ky është viti I 8 që bëhet ky festival dhe nga praktika tani më 13 vjeçare në Junior Achievement shohin që ata nxënës që kanë qenë në këpucët e këtyre 10 vite më përpara sot kanë bizneset e tyre dhe kjo është fitoria më e madhe që ti mund të sjellësh mbrapa në një realitet në fushën e edukimit. Gjatë vitit shkollor 2025-2026, moduli kompanitë e nxënësve është zbatuar në 42 shkolla të arsimit të mesëm të lartë dhe arsimit profesional, ku mbi 1850 rinj me mbështetje në më shumë se 56 mësuesve kanë fituar njohuri dhe aftësi që do t'i shoqërojnë në rrugtimin e tyre drejt suksesit profesional. Kompania më e mirë do të shpallet në kryeqytet në data 8 dhe 9 maj dhe më pas do të përfaqësojë Shqipërinë në kampionatin evropian. Festivali rajonal I kompanive të nxënësve organizohet falë mbështetje strategjike të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, AADF, në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Bashkinë Eurocastor dhe mbështetjen financiare të Tirana Bank. Junior Achievement of Albania është një investim strategjik I AADF-s në fushën e arsimit. Fokusi në këto 14 vite ka qenë dhe mbetet aftësimi dhe frymëzimi të rinjve për të qenë të suksesshëm në tregun global.